Miqtë e mi, është vërtet çmenduria që po ndodh në Shqipëri. Është tragjika që po ndodh në Shqipëri që kryeministri në çdo takim flet për pasaportë europiane, ku shqiptarët nuk kanë ujë për të larë kokën. Lajnë njërë një javë dhe kur lajnë gjysmore floku në ujë që t'i reqet dhe pastaj lajnë se është bërë floku më i fortë se asfalti. Pasaportë europiane kujt do t'ja japësh? Në lagjen time ka mbetur 15 qenë dhe ata janë çmendurë. Hidhen kazanin e plerave dhe thyen bend copë se kazani i plerave është bosh. Nuk ka njeri me të konsumoj. Po përpara gjeni në kock, tani s'ka mes kocka. Pasaportë europiane çmendurire. E çmendurin nuk kemi gjëra të bazë. Ne dhe Afrika nuk kemi ujë. Në 2025 nuk kemi ujë. Pasaportë europiane, nuk ka pasaportë europiane në këtë vend ku s'kemi gjëra të bazë, gjërat më esenciale. Miqtë e mi, votoni idetë e reja, votoni partitë e reja, votoni frymën e re, votoni fytyrat e reja, votoni me kuraje, votoni me ndërgjegje. Votoni, sepse pasaportën europiane nuk e jep njeri në këto gjendje që është ka ta ndisur Shqipëria.